Është e vërtet edhe këtu, sot kemi shtruhe një drek solide, me thonë, paka shumë, po kred në mënyrë vullnetare që i kemi bëna si kryesi e shoqatës Marifës. Është e vërtet karakteristikun e kom hasë shumë njerëz të vjetër pej viseve tjera, për shembull pej Drenice, pej Llopit, që këtu një herë kanë pas udhëtime të bajt duhan çka po diun në jetën. Më kanë thonë, në Marefës, ku do që kemi cokat në derë, nuk në kanë donë pa në shtymë mrena. Buk e kryp e zemër që thonë, edhe të fëmija të shpëreti që aty në kanë po, nuk në ka këthy kur kush. Është karakteristik e mitpritjes dhe bujarisë Marefësit. Është e vërtet kjo, edhe në liber e kam cekë, populata e Gollakut për veçanti e Marefësit, janë qak me prica edhe gjithmonë që shtojmë jabangjin që vjen që thirë e nderojmë ma shumë se tonin që kemi ofër. Do me thonë, gjithmonë mundohemi me nderuje atë se në kam e traditet parve tonë.